Shkruan Arben Langozi. Rasti Arben Ahmetajt nuk mund dhe nuk duhet të trajtohet thjesht si një çështje individuale penale, por si një rast i rënd politik dhe sigurie personale, që lidhet drejt për drejt me realitetin e një shteti të kapur nga krimi organizuar dhe strukturat mafioze të pushtetit. Në momentin që Ahmetaj ka zgjedhur të flasë publikisht, të denoncojë dhe të ekspozojë lidhjet e errëta mes politikës, bandave kriminale dhe institucioneve shtetërore të përfshirë në krim të organizuar dhe korrupsion, ai ka kaluar nga pozita e një ish zyrtarit pandehur në pozitën e një dëshmitari të rrezikshëm për sistemin. Pikërisht këtu fillon rreziku real për jetën e tij. Edhe nëse në të shkuarën ka pasur gabime apo përgjegjësi politike, këto nuk e justifikojnë as ndëshkimin selektiv dhe as rrezikimin e jetës. Përkundrazi fakti që sot ai po përpiqet korrigjojë gabimet, duke i shërbyer interesit publik dhe duke denoncuar krimin e rënd shtetëror, e vendos atë në rolin e një personi të përndjekur politikisht, në një vend ku dëshmitarët intimidohen, drejtësia përdoret në mënyrë selektive dhe krimi organizuar ka depërtuar thellë në pushtet. Kthimi i Arben Ahmetajt në Shqipëri përbën një rrezik serioz dhe të drejtë për drejtë për jetën e tij. Kë nuk është thjesht një pretendim politik, por një realitet i njohur gjerësisht në vende ku mafia dhe shteti veprojnë si një trup i vetëm. Strehimi politik në këtë rast nuk është privilegj, por domosdoshmëri ligjore për jetën e tij. Ai është i vetmi mekanizëm që garanton mbrojtjen e jetës së një individi që ka guxuar të sfidojë një sistem të kalbur dhe të rrezikshëm. Mohimi i strehimit politik për Arben Ahmetajt do të ishte jo vetëm një padrejtësi personale, por edhe një mesazh i rrezikshëm për çdo që guxon të flasë kundër krimit të organizuar, hesht ose përballë pasojat. Prandaj ky rast duhet të trajtohet nga institucionet ndërkombëtare si një rast klasik i përndjekjes politike në një shtet të kapur, ku mbrojtja e jetës dhe e së vërtetës duhet të prevalojë mbi interesat e pushtetit dhe të mafjes.